Ndryshimet të kodit penal ka paralajmëruar ministri i Brendshëm Tauland Balla për ta shpërsuar dënimin ndaj personave që kapen me armë dhe lënë narkotike pranë shkollave nëntëvjeçare dhe të mesme. Nga shkolla Jan Kukuzeli në Durrës, ministri Balla paralajmëroi dhe mbyllje të njësive ushqimore pranë shkollave në rast se merren me aktivitet paligjshëm. Policia e shtetit do të marrë një përgjegjësi edhe më të madhe në drejtim të garantimit të sigurisë publike në shkolla dhe përreth saj. Fenomeni i shpërndarjes së lëndëve narkotike tek moshat e reja është një sfidë e madhe e imja personalisht si ministri i Brendshëm dhe policisë shtetit. Vetë sigurisë, kryetaria e Bashkisë Mirjana Sako njoftoi se këtë vit Durrësi ka disa shkolla dhe kopshte të reja. Policia është këtë vit me datë 11 fillon mësimi në shkollën Olsi Lasku, e cila është një objekt i ri ndërtuar pas tërmetit të 26 nëntorit dhe hapim dhe qerdhën numër 2 pranë Markatës së qytetit të Durrësit. Kemi përfunduar kështu total rreth 20 objekte arsimore që sot janë të shfrytzueshme nga ana e nxënësve dhe stafit akademik. Paketa e sigurisë do të vihet në zbatim për herë të parë këtë vit, ku drejtoritë e policisë në Qarqe do të vendosin nga një punonjës policie për çdo shkollë, me qëllim parandalimin e aktiviteteve të paligjshme brenda dhe përreth mjediseve arsimore.